9 sekretet Feng Shui në kulet, tërhiq pasuri si magnet. Përshëndetje, miq të pasurisë dhe të energjive të larta. Sot do të zhytemi thellë në sekretin e lashtë të Feng Shuit për kuletat, jo si një thjesht vend për kartëmonedha, por si një ark e vogël magjike e bollëkut që hap portat e lumturisë financiare. Çdo objekt që vendosim brenda saj nuk është thjesht një send, është një portal energjie, një far që mbjellim në fushën e universit për të korrur mirafish. Do të kalojmë nëpër 9 objekte të fuqishme, duke i zbërthyer një nga një me magji, histori, simbolikë dhe fuqi të fshehur. Miq të dashur, para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Merrni frymë thellë. Le të fillojmë. Pika 1. Letra me qëllimet financiare. Imagjinoni një copë letër të vogël, të pastër si mendja juaj kur ëndërroni pak kufi. Në të shkruani me dorën tuaj, me bojë të zezë ose ari, unë jam një magnet i fuqishëm pasurie. Deri në fund të muajit do të kem 5.000 euro në llogarin time. Paraja rrjedh drejt meje lehtë, me gëzim dhe pa pengesa. Ky nuk është thjesht një shënim, është një kontratë shpirtërore me universin. Në Feng Shui, fjala e shkruar aktivizon elementin e drurit, rritje, zgjerim, manifestim. Kur letra është brenda kuletës, çdo herë që hapni atë ark, energjia juaj rinovohet, synimi juaj bëhet i pavdekshëm. Mendoni si një far në tokë të errët, sa herë e shihni atë letër, universi merr sinjalin, ky njeri është gati për më shumë. Shmangni fjalët negative si nuk dua të kem borxhe, thoni vetëm atë që doni të tërheqni. Zëvendësojeni letrën çdo 3 deri 6 muaj ose kur qëllimi realizohet. Kjo është alkimia e mendjes, nga mendimi në realitet, nga letra në para të vërteta. Pika 2. Gjethe dafine ose gjethe bodhi. Gjethet, simbolet e lashta të fitores dhe iluminimit. Merrni një gjethe dafine të thatë, ose nëse gjeni gjethe bodhi, ato të pemës ku Buda arriti ndriçimin. Dafina ka qenë kurore e perandorëve, simbol i triumfit mbi varfërinë dhe pengesat. Vendoseni në një qoshe të kuletës si një kuror e vogël mbi parat tuaja. Energjia e dafinës është e zjarrit dhe e drurit, pastron negativitetin financiar, sjell fitore në biznese, në pazar, në investime. Kur parat prekin gjethet, ato mbartin vibracionin e suksesit. Bodhi shton mençurinë, ju ndihmon të merrni vendime të zgjuara, të shihni mundësitë që të tjerët i humbasin. Imagjinoni, çdo herë që paguani diçka, dafina juaj flet me universin, ky njeri meriton bollëk pa fund. Zëvendësojeni kur thahet plotësisht, mos e lini energjinë të kalbe. Pika 3. Kartë Feng Shui me Zotin e pasurisë ose Buda duke qeshur. Kjo kartë e vogël nuk është thjesht printim, është një pikturë e gjallë e bollëkut. Zoti i pasurisë, Cai Shenjue, me thesarin e artë, ose Buda duke qeshur me barkun e madh plot dituri, secili prej tyre krijon një fushë magnetike. Vendoseni prapa kartëmonedhave ose në xhepin e pasëm. Në Feng Shui, imazhet e shenjta aktivizojnë qin e yangut, qeshja e Budës tërheq gëzim financiar, Zoti i pasurisë hap dyert e mundësive të papritura. Çdo herë që e shihni, edhe pa dashje, mendja juaj programohet për paraja është e lehtë, bollëku është normal. Kjo kartë është si një rojtar i padukshëm, mbron nga shpenzimet impulsive dhe tërheq klient, bonuse, dhurata të papritura. Mbajeni të pastër, mos e lini të përlyhet nga energjia e keqe. Pika 4. Zarf i kuq me para brenda. Ngjyra e kuqe është flak e gjallë në Feng Shui, energji yang maksimale, pasion, fat, pasuri. Merrni një zarf të kuq të vogël, si hongbao tradicional, vendosni brenda një kartëmonedhë të re, të freskët, mund të jetë 100 lekë, $1, çfarëdo, por të jetë fara. Ky zarf simbolizon farën e pasurisë që mbin. Paraja brenda tërheq para të tjera, si magneti me magnet. Çdo herë që e hapni kuletën, universi sheh, ky njeri ka tashmë bollëk, le t'i japim më shumë. Mos e shpenzoni atë farë, lëreni të rritet energjikisht. Nëse doni, shkruani mbi zarf bollëk i pafund me ar. Ky është rituali më i fuqishëm kinez për të mbajtur rrjedhën financiare të hapur.
Pika 5. Gur feng shui, citrina, syri i tigrit, zhada e gjelbër. Këta gur janë aleat të vërtet kristalor. Citrina, guri i tregtarëve, i quajtur dielli në xhev. Tërheq bollëk, sukses në shitje, hap mundësi të reja. Vendosni një copë të vogël në xhepin e monedhave. Syri i tigrit mbron nga vendimet e këqija financiare, jep guxim për investime, forcon intuitën për momentin e duhur për të vepruar. Zhada e gjelbër, guri i stabilitetit, ruan pasurinë e fituar, parandalon humbjet e papritura, sjell rritje të ngadalë por të sigurt. Imagjinoni kuletën tuaj si një kopsht kristalor, gurët punojnë natën dhe ditën, duke e mbushur me dritë jeshile, ari dhe kafe. Pastrojini her pas here në dritën e hënës. Pika 6. Oriz i artë ose i kuq. Orizi nuk është thjesht ushqim, është simbol i bollkut të pashtershëm në Azi. Vendosni 9, 18 ose 21 kokra oriz të kuq ose të artë, nëse gjeni në një qese të vogël plastike transparente brenda kuletës. Ky oriz vepron si mburoj kundër rrjedhjeve të padukshme, parandalon humbje të parave pa shpjegim, si fatura të papritura apo gabime bankare. Çdo kokër është një premtim, bolloku im shtohet çdo ditë. Zëvendësojeni çdo 6 muaj për të mbajtur energjinë të freskët. Pika 7. Kanel, vaj ose shkop i vogël. Kanela është zjarri i lëngshëm. Një shkop i vogël kanele ose disa pika vaj kanele në një copë pambuku, vendoseni në një qoshe. Ajo përshpejton qarkullimin e çisë financiare, nxeh furrën e parave në jetën tuaj, mprej mendjen për të kapur mundësi. Era e saj, edhe nëse nuk e ndjeni çdo ditë, aktivizon elementin e zjarrit, pasion për punë, ide të reja, klientë që vinë vetë. Ritual. Kur vendosni kanelën, thoni paraja rrjedh drejt meje si era e ëmbël e kanelës. Pika 8. Monedha feng shui. Monedat e rumbullakta me vrim katrore, qielli, rumbullakët dhe toka katrore në harmoni perfekte. Lidhini 3, 6 ose 8 me fije të kuqe dhe vendosini pranë kartëmonedhave. Ato tërheqin të ardhurat të vazhdueshme, si një lumë që nuk thahet kurrë. Numri 3 simbolizon qiellin, tokën, njerëzimin, teta, pafundësin. Këto monedha janë si çelësa që hapin kasafortat e universit. Pika 9. Klepsidër, sahati me rër ose numri 8. Një simbol i vogël klepsidre, edhe një foto ose vizatim, ose thjesht numri 8 i shkruar në letër ari. Klepsidra përfaqëson rrjedhën e pandërprer, paraja hyn nuk del kurrë plotësisht. Numri 8 është infiniti në feng shui, pasuri që rritet pafundësisht. Vendoseni pranë hyrjes së kuletës, çdo herë që e hapni, koha punon për ju, bolloku nuk ndalet. Përfundim. Këto 9 objekte nuk janë magji, janë vegla për të rregulluar energjinë tuaj, për të kaluar nga mentaliteti i mungesës në atë të bollokut. Kur i vendosni me qëllim, me besim dhe me gëzim, universi përgjigjet. Provoni sot dhe më tregoni në komente çfarë ndryshimesh shihni. Faleminderit që ishit këtu. Abonohuni, aktivizoni zilen, le të vazhdojmë bashkë rrugën drejt pasurisë. Paçi bollëk të pafund.